Shërbimi i zjarfikës në Shkodër gjatë këtyre ditëve ka shtuar kontrollin në subjektet që tregtojnë lëndë piroteknike dhe fishek zjarre me qëllim garantimin e mbarvajtjes dhe sigurisë gjatë festave të fundvitit. Zyra e parandalimit ka dalë në terren për monitorimin e situatës dhe kontrollin e subjekteve që tregtojnë lëndë piroteknike. Ne shkojmë në subjekte, kontrollojmë mirë përmasat e mbrojtjes kundër zjarrit. Rast zjarrja ka fikse detektorët ato që ka projekti i mbrojtjes kundër zjarrit, pastaj kontrollojmë sasinë sa lëndë piroteknike ka brenda, sepse ligji e thotë nga 3 kg për paket duhet të kenë, nuk duhet të rrinë afër njëra tjetrës. Janë kategori F1, F2, F3, T1, T2, P1, P2. Janë kategoria F1, janë kategori që nuk paraqesin rrezikshmëri. Mund përdoren nga kalamajt 12 vjeç e sipër. Kategoria e dytë nga 16 deri në 18 vjeç dhe që thot F2 dhe F3 janë kategoria që nuk lejohet përdoret vetëm mbi moshën 18 vjeç e sipër. Dhe njerëz që janë të certifikuar për përdorimin e tyre. Fatmirësisht neve nuk kemi magazin, depo për mbajtjen e këtyre lëndëve piroteknike në territorin e Bashkisë Shkodër. Janë 4-5 dyqane që janë të pajisura me certifikatën e mbrojtjes ndaj zjarrit, me lejen nga bashkia, kemi kontrolluar, janë brenda standardeve. Për krijimin e një mjedisi sa më të sigurt për gjithë qytetarët, shërbimi i zjarfikës bën me dije se këto subjekte do të banë në monitorim të vazhdueshëm. Ju kemi bërë edhe apel që të kenë shumë kujdes mbi shitjen e tyre. Nëse kalamaj paraqitet aty për të blerë këto lëndë piroteknike, shitësi duhet të kenë shumë kujdes, nuk duhet t'i tregtojë lëndë piroteknike atyre që nuk ja lejon mosha. Kategorinë që nuk ja lejon mosha nuk duhet ja tregtojë kalamajt. Përndryshe, grupet që janë në terren në monitorimin e situatës do të vënë para përgjegjësisë. Tregtarëve dhe qytetarëve ju bëhet apel të respektojnë rregullat e sigurisë dhe të shmangin përdorimin e pakontrolluar të mjeteve piroteknike.